Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamiko. Takimin e radhës do doja ta nisnim me një margaritar të kulturës dhe artit shqiptar, një ikon e kinematografisë dhe e skenës teatrale njëkohësisht. Margarita Xhepa është ndarë nga jeta vetëm pak ditë më parë, e megjithatë, mes të sareve të shumta që ka lënë, ka edhe një interpretim të jashtëzakonshëm, monologun e një nëne çame. Këtij homazhi dhe këtij thesari që lë Margarita Xhepa, një artiste e cila përjetësonte edhe dhimbjen e nënave çame, një monolog i shkruar nga Enver Kushi, të cilin pa diskutim kam kënaqësinë ta mirëpres në këtë tryez diskutimi e të rendis mes shumë kontributeve, një kontribut i jashtëzakonshëm si me monologje apo vepra të këtij lloji që kanë karakterin letrar, nga ana tjetër një punë shumë e madhe me dokumentarët në lidhje me historitë që vijnë nga çamëria, një kontribut po aq i madh në fushën e muzeologjisë dhe të trashëgimisë kulturore. Nga pak do doja që të ceknim edhe në këtë bisedë që do të zhvillojmë sot në Çamiko. Ju falenderoj shumë që pranuat të bisedojmë edhe të ngrejmë në qiell të hapur të gjitha vlerat që na bashkojnë në Çamiko. Ju faleminderit Luela, kënaqësia është imja. Do doja ta nisnim bisedën kështu ashtu sikurse edhe Çamikon e kësaj puntate. Ju keni pasur pa diskutim një si thua relat me të shumë interesante, jo vetëm për monologun e interpretuar që sapo zgjodhëm, por edhe për zonjën nga Parga. Unë kam qenë me fat që e kam njohur nga afër aktoren e madhe të skenës dhe filmit shqiptar, Margarita Xhepa. Them aktoren e madhe, ndoshta çdo epitet i madh, i jashtëzakonshëm, i shkëlqyer, e rrallë mund t'i shkonte këtij margaritari që quhet Margarita Xhepa, sepse e tillë ishte. Në vitin 2008 ne xhiruam në Çamëri filmin dokumentar me skenarin tim dhe regjit Kujtim Gjonajt. Kur kishte marrur gjithçka, edhe montazhi ishte gati, duhej teksti, që shkrova tekstin,
Por kujtimi në fund të vitit 2008, bile më datën 31 më thot që duhet urgjente në verë prologu i filmit, ose monologu i Nënët Çame. Ky monolog që ndoqëm. Ky monolog që ndoqëm bashkë. Si e shkruat atë? Ja, po e them dhe këtë si e shkrova, është shkruar pas mesnatën e 3 viteve. Pra, 2008-2009, me njëherë masi mbaroj festa, pra kaluam në vitin e ri 2009, unë mora ca letra, një sorlaps dhe e ula. Më beso. A e dini që do t'ishte Margarita Xhepa ajo që do të interpretonte? E dija se kujtimi më kishte thënë, pra do jetë Margarita Xhepa. Dhe kisha një lloj përgjegjësie, sepse e para do ta interpretonte një aktore madhe si ishte Margarita, dhe e dyta doja të shkruaja një prolog ose një monolog të Nënës Çame që t'ishte i denjë për zërat e mirave nënave. Sa është nëna juaj aty brenda? Ati monologu. Po, është nëna ime. Bile do të thoja që në një farë kuptimi është bashkë autori nëna ime. Sepse derisa ndroi jetë, edhe kur ishte fort, por dhe muajt e fundit që ajo ishte usmur, sa që të takoja më thonte, biri im, dua të shkoj edhe njëherë për të fundit të në Spatër. Dhe më lini thonte në qafë botë, më mbylli syt, pra vini shami, më mbylli syt dhe aty më lini. Dhe e si vetë, thot, dhe gje rrugën vetë, sepse dhromën, thotë nëne, e gje dhromin vetë për në Spatër, sepse me njesh do gjë atje, edhe gurët më njojnë, edhe pemët, edhe drurët, edhe ullit më njojnë, bile dhromën mund ma të regojnë edhe zojtë. Ky u bë shkas që më nxiti të shkruaj këtë monolog. Dhe kur e mbarova monologun, mund të ishe ora 3 ose 4 e mëngjesit, më beso, duke isha sigur e kisha shkruar në jermë. Pra, sikur nuk isha në tokë, po isha mes shpirtrave të qindrave në Nënës Çame, të cilat ikën në kjo botë pa e parë për herë të fundit tokën e tyre, vetlinjen e tyre. Kjo është i brenga madhe. Nuk është brenga vetëm e nënës time, brenga e mirave. Të nesër mëngjes, çfarë ndodhi? Mora kujtimin në telefon, kujtimi më thonë sillje urgjente, mbasi e futëm në kompjuter dhe kujtimi ja çon Margaritës. Mund të ishte data 3 ose 4 janar, Margarita kishte lexuar, kishte mësuar përmendesh, dhe ne shkojmë ta marrim aty ku e kishte shtëpinë tek Tafaj. Kishte marrë taksi, mbaj mend ishin ditë e mungët, bitë pak shi, çuditërisht bitë pak shi, ishte janar, dimër, dhe Margarita vetëm na përshëndeti me kokë, mua dhe kujtimin, ul vendin e parë, në vendin e dytë nga mbrapa dhe ecëm në drejtim të rrugës Kavajës në një studie për të bërë regjistrimin e zërit të saj. Nuk fori as i fjalë. Momenti kur ajo filloi të thotë, nësi i kam të vende, nësi i kam këto etj. Mbaroi, unë hapa derën, hoqja kufjet, unë ngrit e përqafova, më beso, kam lutuar. I thash, Margarit, ke bërë një mrekulli. Me këtë monolog, ti në solle të gjallë zërin e të vdekurve tanë, po edhe të gjallëve tanë. Ajo heshti, më tha këto fjalë, dhe jo tha, nuk fola as i fjalë kur më morët, se më duke si kur isha para një premiere. Teksti ishte më shumë se një faqë, por Margarita e mori shumë seriozisht, dhe i them mes të tjerave, Margarit, po si ka që bukur ti sjell edhe dialektin çamrishtes këtu, dhe jo tha mua. Ka një histori personale pas kësaj? Është shumë e bukur kjo histori. Margarita dhe një vlla që kishin nga linja time, i vdiqet nëna e tyre, për cilën thonte ishte një grua e bukur, një grua e rrallë, e veçantë, dhe shtëpinë Margarita e kishte mas godinës kongresit të Lushqës, një shtëpi të vogël, përdhese, ama të mbushur plot me lule. Një ditë bukur, thot, nga viti 45, e mbate më të shumë mirë ajo, vjen shtëpinë tonë një zonjë e mbajtur, me shami të bardhë, dhe unë isha në borë, më flet, bila jemi, hajde pa këtu, kur dëgjova fjalën bila jemi, çfarë i thonë këta, bila ime, ajo ishte i Nënës Çame, e cila ishte komshie me ne, por kishte ardhur për të njohur, e pritëm, thot, dhe të nesërmen, ajo më solli një byrek, dhe thonte, akoma e kam byrekun, shijen e byrekut, Nënës Çame e kam akoma në gojë. Dhe më mberte në parë thonte, bila ime, sa i bukur që je, sa i mirë që je. Dhe
pikërisht ishte kjo nën çame, kjo grua çame, që në një farë kuptimi më futej në botën çame, më mësoi dhe dialektin. Prandaj unë interpretoj kaq bukur monologun e nënës çame tek filmi. E ka vijuar, si thua, të mision të saj Margarita Xhepa edhe më vonë, disa vite më vonë, me interpretimin edhe të zonjës nga Parga, apo jo? Po, një fragmenti nga... Ka qenë gjithmonë bashkëpunuese, donte gjithmonë, ka latë diçka që donte ta realizonte? Nga novela, po, nga zonja nga Parga, unë gjera asin që falenderoj Alket Veliun, i cili mundsoi botimin e këtij libri, po jo vetëm mundsoi, po për herë të parë është bërë një promovim i një libri tim në 15 kaç, e mbaj mend shumë mirë ditën, ka qenë 5 shkurt i vitit 2020. Salla ishte mbushur plot. Margarita e mirëpriti ftesën, i dërgova librin disa ditë para dhe mas 3 ditësh më merr telefon, më thotë jam mrekulluar nga libri Enver. I them mund zgjidh çfarë të duash ti për të recituar kur të bëj promovimin. E zgjodhi. Ama para se të vinte në sallë, në telefon më tha, kam dëshirë të madhe që të bëhet film Zonja nga Parga dhe unë të interpretoj luaj rolin e zonjës, po në moshë, sepse ti tha, në këtë novelë e je bukur portretin e saj kur ishte e re, shumë e bukur, me shumë hire, ama edhe kur ishte në moshën time, unë jam në moshën e Zonjës nga Parga. I thash, jo, ti ke hiret e një zonjë të vërtet, po ti ke hiret e një zonjës nga Parga, ke hiret e zonjës Çame. Erdhi në sallë, dhe mbaj mend kur filloi të interpretoj fragmente nga novela Zonja nga Parga. Veçanërisht emocionuese ishte pjesa kur ajo interpretoi momenti kur Zonja nga Parga me Kriston, bashortin e saj, e çon në një vend të shenjtë, Nekromantia. Djalë im, ruaj të plagosura gjithë shka, këtu ju kam të gjitha, të ngrira, të pagosura, brenda kurmit tim i kam djalë im. Edhe zërat e fëmijës time, edhe të rinis këtu i kam, edhe zërat e gjishit e të gjishes time, këtu i kam. Edhe zërat e nuse të babait tim, këtu i kam. Edhe zërin e motrës time të vogël dhe të vllait, këtu i kam, djalë im. Leri këto zëra të flenë këtu brenda meje, brenda kurmit tim. O pëdhi mu, djali mu, agori mu. Margarita meriton respektin ton, respektin e çamve, padyshim popullit shqiptar, sepse ai ishte një aktore vërtet shumë e madhe. Shumë e madhe dhe pa diskutim që na ka lënë një tesar të madh, ashtu sikurse është edhe ky libër, kjo novel, e vlerësuar shumë që në faqet e para nga një tjetër erudit i njohur, Mojkom Zeqo, i cili nuk është më mes nesh, por vepra të cilat i flasin të rinjve çam, më flasin mua, edhe për atë pejsazh të bukur që na kanë lënë të parët tanë. Si vjen çamëria në kujtimet tuaja dhe sa kanë ndikuar rrëfimet e të parëve, e prindërve për cilë këtë përshkrim të bukur që kemi tek Zonja nga Parga. Do thotë cili ka qenë libri juaj i parë, i lexuar apo i shënjuar në memorien tuaj për ta përshkruar kaq bukur këto vise? Natyrisht nuk është libri i shkruar. Sepse libret e shkruar për çamërinë unë kam lexuar të plota mas viteve 90 atëre kur Shqipëria hyri në rrugën e demokracisë, por libri i parë jo i shkruar me karma është libri i kujtesës, që do thotë janë kujtimet e prindërve të mi dhe të afërmëve të mi, që do thotë babai im ishte gati 20 vjeç kur erdhi në Shqipëri, nëna gati 60 vjeç kur erdhi në Shqipëri, akoma s'ishin martuar me njëri tjetrin, por babai im kishte një kujtesë fenomenale. Pra, në bisedat, sidomos kur vinin njerëz të familjen tonë, luel çamët, edhe atje ishin të lidhur me njëri tjetër. Në shtëpinë tonë vinte shpesh një zonjë grua, ishte nga Filati, po martuan Spatër, në familjen e Saqenjve. Ajo ishte e bija e biftyut Filatit.
një kruazonjë, që është Ilmije, po ne i thonë Nuja. Nuja. Mbaj mend shumë mirë, një mëngjes herët u qua dhe fillon të tregoj një ëndër. Është e bukur ëndra, ka fiksuar këtë ëndër mes tereve i drejtorit gjyqes time, edhe nënës time, thonte Selime, mbrëm ëndra më të çojnë Spatër. Takova me emra, X-in, Y-in, të njohurit e saj, dhe pastaj thonte gjyqes time, ti thonte vure furrën, po që buk, qërek, më dhejnë so buk, dhe djath, dhe hangra. Dhe a di që unë ngopa në ndër, këto lloj rrëfimesh të kësaj natyre vinin edhe stërbin vinin shtëpinë tonë. Kam dhe një diçka tjetër këtë veçantë që po e them këtu, lidhur me një ngjarje që na ndodhi neve në vitin 1925. Bëhet fjalë për masakrën e dytë të Filatit. Në mars të vitit 25 vritet masi luftoi disa orë në shtëpinë tonë, shtëpia e dy kaçe, para se të fyrin forcat rezerviste në Spatër, Xhaxhai babaj tim. Ai është ky. Po. Ai quhej Selman, 20 kushi, është vëllai i Beqo. Shumë simpatik. Padyshim. I veshur shumë bukur me këtë fotografi që ka dalë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1916, ku shkuan një grup çamësh edhe nga Spatari, mes tyre dhe Beqo Izeti, kushti ka qenë kryetari i shoqërisë Çamëria atje, nuk po ndalim në këtë problem, dhe shtëpinë tonë rrethuan, baba im tregon që Selmani tha, me njëherë i thot gruasve të gjyshit tim rinin katua, dhe më mori mua thot që t'jepja fishekët, dhe zuri pozicionin tek dritarja. Luftoi deri në moment në fundit. Luftoi gati 3-4 orë dhe një plumb çan për vazën e dritarës dhe godet në kokë. E motra Halfaro e dëgjoi. E parandjeu dhe jep ulërimin dhe gjitet në katën e dytë dhe e merr në krah të vllan, e shtron në dyshekë dhe ky ka dhënë shpirt në krah e motrës vet Halfaros. Por Halfaro bëri një gest të jashtëzakonshëm, që do thotë preu flokët e përgjakura të vëllait, shamin që kishte që me konte plagët e mori, futi dhe këto flokët e përgjakura, dhe kur ikëm neve në mars të 45-s drejt kufirit me Shqipërinë, nuk morim asgjë. Halla mori këtë fotografi që kemi në shtëpinë tonë, shamin e përgjakura dhe flokët e përgjakura. Dhe kur erdhëm në Shqipëri, në një fshat të thellë të Peqinit, aty na quan familjen time, mos kishte lindur akoma, rrëfejnë nëna ime, por edhe ata që kishin një orë të saktuar, Halfaro dilte ke pragu i shtëpisë, hapte shamin e përgjakur dhe flokët e përgjakur dhe fillonte vajin. Po ishte një vaj troditës. Vazhdonte gjysore edhe më shumë, sa që thonte dridheshim nga ky lloj vaj që bënte Halfaro në atë fshatin për vllan e saj. Është trashëguar kjo shami e përgjakur, ajo tu flokësh dhe kjo fotografi? Se fotografinë e kuptoj që e kemi. Fotografia është po flokët e përgjakura, edhe shamin e përgjakur e ka Xhaxhai. Pra ekzistojnë. Është durrës, unë nuk e kam parë. Ai e mban, jo se mban të fshet, por nuk e di, si duket e ka kujtim të vyer dhe ruhet akoma kjo shami e përgjakur dhe këto flokë të përgjakura të Selmanit që e tregova dhe të Xhaxhait babait tim. Çamëria vjen gjithmonë e rrëfyer kështu edhe nga gjyshja ime, e cila erdhi nga Parampia, humbi vëllain e vet 21 vjeç, vjen me këtë histori të trisht gjenocidi, po aq sa vjen edhe me përshkrime të jashtëzakonshme shumë të bukura të vendit. Pra kemi dy kontraste të mëdha. Ndryshe dhe po aq ndryshe është një tjetër këndvështrim kur i pyes njerëzit se si kanë ardhur nga vendi i tyre, nga ajo që lanë, pra rrënjët e tyre, për të mbërritur në Shqipëri. Çfarë ndodhi Halfaron, kush e përcolli? Si erdhën drejt Shqipërisë? Dua ta kem edhe këtë përshkrim të bukur të asaj historisë, çfarë ndodhi midis jetës që lanë pas aty dhe dhimbjes që morën me vete për të ardhur këtej. Po, para mos gaboj
disa ditësh ne bëm një konferencë shkencore për masakrën e dytë të Filatit. Ishte një konferencë shkencore me shumë nivel, profesor me emra siç është Hajdini Sufi, Plum Gjufi, referuan për këtë masakrën e dytë të Filatit. Unë nuk do të ndalim këtë, profesor Hajdini me siguri kur ka qenë i ftuar ka folur për këtë masakër, por I kthehem në pyetjet që bët ju. Rrugën e mobilshme drejt. Sepse Spatara e psoi shumë keq, Filati e psoi shumë keq, është një masakër e tmerrshme në Vanër, sidomos ku kaluan në satër, në thik, u vranë fëmijë, plaka, pleqë. Në këtë moment ne na mori në mbrojtje familjen tonë një krishter, quhet Panajot Strugari, erdhi në shtëpinë tonë, I thot gjyshit, masi kishim harrosur dhe siç thash dhe Selmanin, merri fëmijët, gratë dhe do jeni në mbrojtjen time, do të çoj deri në kufimin në Shqipërinë. Kështu ndodhi. Babai më thot dilin rrugës në pritë, zervistë dhe ku I thonte, ç'keni? Se keni dalë? Qëllomni mua, pastaj se këta janë miqtë e mi. Fala ti, familja jonë shpëtoi, se do ishim masakruar të tërë dhe në kufimin Konispolin përqafoi të gjithë, përqafoi gjyshin tim dhe I thot gjyshit këto fjalë, ju e thot Gjomane. Tani thot lufta është luftë. Ju po kaloni me tanë, por nuk I dihet të ardhmes, mund të riktheheni. Prandaj shtëpinë, mall, gjën e gjallë do ta mbroj unë. Kështu u ndan me Panajot Strugarin, por është I fakt I çuditshëm, ndoshta jo I rastit. Kur unë isha mësues në shkollën e mesme të Rogozhinës, qytet I vogël, me një komunitet të madh, ose I popullsi çame të madhe në lagje quhet lagje Misia, një nxënës kishte mbebër Strugari. Quhesh Miço Strugari. Polikseni ishte kunata e Panajot Strugarit, ishte nëna e Miços, mbite shpesh dhe I thohet, jo, e kam amanet nga babai. Miçua do marri notën maksimal. A ishte nxënës shumë I zgjuar. Tani si kishte qëndruar familja, si ka është familja e Strugarit në Rogozhin. Mas luftës civile, një pjesë e mirë e partizanëve grek erdhi në Shqipëri, që nga Gjirokastra, në Shkodër ka qenë në Elbasan, po edhe në Rogozhin. Dhe në vitin, mos gaboj, 59, ata adresuan në Greqi me një amnisti të qeverisë greke. Të hypur në sa makina ushtarake, pite pakshi, binte ishte shtator, mos gaboj, dhe kishin hedhur velencat e tyre dhe mbaj mend duart I ngriheshin lart për të përshëndetur mikpritësit e tyre, banorët e Rogozhinës, por edhe çamët. Ishte një histori që përsëritej një herë nga një anë dhe një herë nga ana tjetër e Kufirit. Shumë histori të bukura në fakt. Po para se të shkojmë tek historitë që lidhin çamët me pa diskutim banor që jo na kanë përcjell, por na kanë falë shumë dashuri dhe mbrojtje në një farë mënyre, dua të rikthej tek premtimi I Panajotit, tek shtëpia. Ju keni shkuar në shtëpinë tuaj, në rrënjët tuaja, aty tek ato rrëfimet në cilat keni jetuar në fëmijërinë tuaj, dhe si e mbani mend kur keni shkuar në çamërinë tuaj? Lojt bële prap një pyetje që prap më fut në botën çame. Ne jemi në botën çame këtu padyshim, po më fut një kujtim tjetër, shumë të rëndësishëm, shumë të bukur. Ka qenë viti 1990. Unë për parë dile jashtë, isha në Ministrinë e Kulturës, drejtorisë kulturës, kishim ministër Alfred Uçin, personalitet I kulturës, dhe atëherë shkoi një grup me rreth 40 veta për një turne në Kalabri. Ka qenë nga turnet më të bukur, më emocionu, sepse çuditërisht në Kalabri, ku ne kishim përveç 5 çifte, mos gaboj valltarësh, pasheri Simakun, edhe Irima Libohovën, por kishim dhe një grup që quhej atëherë La Bashkoj Kënga Popullore. Ku e kam fjalën? Aty takova gjakun tënë, rrënjët e mia, rrënjët tona, Luel, sepse një pjesë e mirë e atyre që lanë vatanin dhe shkuan në Kalabri, në zonën e Molisës,
deri në jug të Italisë janë dhe nga Çamëria. Pra, janë nga Bregdeti shqiptar, kryesisht nga jug, po edhe nga Veriu ka, por nga Çamëria. Bile mbajmend Po, madje prandaj zgjodhën Bregdetin edhe po padyshim. Mbajmend një nga albareshtet që shoqërosha shpesh, thonë këto fjalë. Enver, sa mirë ka piremi bash, sa mirë kuptohemi bash. Dhe unë i thash këto fjalë, jo. Ne jemi një jak. Si një jak? Nga jeti, thash unë. Po më duket, tha, u kam ardhur, tha, kështu flistaj, u kam ardhur nga Çamëria. I thash, por jemi tanët. Jemi jak, prandaj ka piremi ka një bukur. Rikthehemi tani tek ajo që më futet në botën tjetër, në kujtim tjetër. Qëndruam një muaj në kthim, më thot Bashkim Bravo. Do ikim, thot, unë isha përgjes grupi me tragetin e fundit. Ka Brindisi që në orën 7, thot, ishim në Korfuz dhe në 7:30 ishim në Kumenis. Nuk më tha pse. Kështu ndodhi, ama në Korfuz qëndroi pak tragedi, unë zbrita, dola në për të parë Bregjet Çame. Sa po kishte rënë dielli dhe dukeshin bukur Bregjet Çame me diellin e mëngjesit. Në Gubeni sa zbritëm, thot Bashkimi, porosite grupin të shpërndahet dhe mas 2-3 orë ne do vim. Do shkojmë në Spatër, tha Bashkimi. Në Filat, me ne erdhi dhe Benjamin Kruta, studiusi më një orë i polifonisë të jugut, polifonisë Labe, miki e Amos Dajakës, gjetemi taksi dhe shkuam. Çfarë ndjet? Dhe jo. Çfarë pat? Dhe jo. Unë prapë si thola, si thash që isha në Jerm kur shkrova monologun në Çame, ishte shumë nxehtë. Për të parë shkoja atje, ama rrëfimet e prindve të mi, nënës, babait tim, që ma kishin bërë të gjallë Spatarin. Po unë e dija ku shtrihej, kodrat e buta, shtëpit, gjithçka tjetër. Qëndruam makinën dhe fillova të gjitem një monopat. Ca rënoja, ca gur të vjetë, ca gur të rënuar aty, shta shtëpi e vjetër, mora një gur, preva një degulliri, futa një qese. Pastaj hangëm diçka në dyqan të vogël dhe në Filat ndodhi diçka tjetër e çuditshme dhe shumë e bukur. Bashkim Brajt kishin dyqanet e tyre në Filat, a hyri brenda, hyri radhon dhe pastaj dola. Unë Bashkimi vazhdonte bisedën me miqtë e tij, Filaqot, të Krishter, që ishin akoma gjallë atje. Pas më afro një zotëri, gati atë 75 vjeç. Ju foli shqip? Më tha, si e mor djalë? Unë ktheva kokën, ishte me kapele rubrik, pak i dobët. Miri, thash, ka vini? Unë i thash nga Tirana. Ka je zotrote? Ai? Djoj, thash unë. Unë jam me origjinë nga Spatari. Tha, Trikorifo? Po i thash, se e ka ndërruar e më Trikorifo. Më thot, po mirë, më thuaj një emër nga paret e tu. I thash unë, dajën tim, që është babaj Selman Shemës, që cili ndërroi, pra bëj një homazh për të. Thot, ti je nipi i Senit? Sepse babaj Selman Shemës, daja im, ishte kasap në Filat, dhe kishte dyqanin, dhe më thot to fjalë, dhe jo, ja ku është dyqani i Senit. Pastaj më thot to fjalë, dhe jo, thot, bëju selam, shumë selam, të atyre që do takosh në Filat. Të atyre emra që bëndon, është një brez tjetër që kam betur në mendje mua nga i takim. Tani, ç'dodhi me degën e Ullirit dhe me gurin që unë mora. Ja, thot babait. Arrita në Tiranë, autobusit në Rokozhin. Babai më ishte burë shumë i fortë, unë s'kam parë lot sytë e tia, dhe ula, takova, më përqafoj, nëna, babai, vëllezrit, motra, i dhash diçka të vogël dhe pastaj nxora qesën me degën e Ullirit edhe me gurin. Jo i them, kam qenë Spatar. Ai shtangu në fillim. Si ke Spatar, tha, si shkove? Ja tregova. Kështu. Ndeti shtangu, nxora gurin, me beso. Kur i dhash gurin, kur i dhash Flori, e pa, me vëmendje, e puthi, dhe filloi të lotoj. Për e të parë, kam parë lot në sytë e babait tim. Mori degën e Ullirit, e puthi. Nëna ime u derdh në lot, se dhe jo është nga Spatari, dhe këtë gur, unë e ka vendosur në ikonit dhe shtëpinë time. Lidhur prap me gurin. Pa është një ngjarje tjetër, mas i vdiq baba im, unë shkova prap Çamëri dhe mora prap gur. Dhe në përvjetorin e vdekjes tia në gusht, ne shkonim në Varreza dhe javura gjitha gurin te koka. Unë nuk pi cigare, them tim vllai, më ndisi cigare,
Mandezi, më beso, cigaria sigur nuk ishte duhan, por sigur ishte barut. Unë des me njerë, thash për vete, shpirti babait tim. U kënaq që më në fund i solla një gur nga Berlinde e tij, që nuk e pa sa ishte gjallë. Po, asnjëherë në rrëfimet e tyre nuk ka pasur gjuhë urrejtjeje, pavarësisht të gjithë masakrave, pavarësisht të gjitha vuajtjeve, pavarësisht gjakut që kanë pasur në veshët e tyre se i kanë tërheq florind teksa iknin, pavarësisht dramave të mëdha që kanë parë edhe rrugës kur vinin drejt Shqipërisë, drejt kufirit, nuk ka pasur një gjuhë urrejtjeje, asnjëherë. Dhe unë e di që mes dosjes së madhe me cilën ju keni ardhur, keni marrë me vete edhe një letër që po kështu na rrëfen se sa bukur miqësitë dhe sa bukur njerëzit mes njëri tjetrit nuk kanë mundur të përdorin ndonjëherë gjuhë urrejtje, si nga ata që ishin viktima, po ashtu si nga Panajoti që ju shoqëroi edhe që ju premtoi se do ta mbante shtëpinë, po aq sa edhe zotëria që ju dërgoi ose ju përcolli të fala për gjithë ato që mbante mend. Tani ti ke aftësinë që futesh nga një botë në botë tjetër dhe tani më futa një botë tjetër. Miku im Haredini Sufi është fat që kemi në atë moshë, është fat që punon, sepse është një arkiv i gjallë. Haredini, u flas 2 herë, 3 herë telefon me të, ai nuk e ban mend. Ndoshta para disa muajsh, vitin e shkuar, në telefon më tha shumë të mend që ky Reshenova më herë. Çfarë më tha edhe unë kam shënuar shumë që nga biseda e kaluar që kisha me të. Ja, më tha Redini që unë e shënova më herë, njerëzit ikën, por në tokën e tyre mbetet shpirti, mbeten kujtimet, mbeten ëndrat, e me të gjitha mbeten miqësit. Miqësit nuk kanë kufi. Miqësit nuk jojnë roje të shkoj pasaportat. Nuk jojnë njerët i thotë ndalë. Miqësit kalojnë matan kufirit. Vinë dhe ikin andej matan kufirit. Dhe me që përbëndi këtë, unë po lexoj një letër të Tulla Stefanidhut. Po lexoj ashtu si që ka shkruar ajo. Fal Petrit Demit, i cili kur isha në muze Masolli, ai ka e përktheu këtë, është i libër Margariti, e botuar në vitin 1989 në Athinë. Bashkëdetar. Ti që e kthyer para do kohë nga Shqipëria, mos valle di nëse rron ende motra ime e dashur. Ishte trupak, sygur shtënj, e bukur, e martuar së vogli, bi e vetme mes 4 vëllezërve. Dhe s'kishte mbushur motin që kishte lindur një vajzë, e pamësor ishte me vështirësitë e jetës. Moti, besimi nuk na ndante. Kisha dhe xhamia në bashkonin, një miqësi e lashtë i lidhte familjet tona. Të ke duruar rrugën e mërgimit? Mendoj se po, jeton, përgjihet zemra e përmalluar, por vitet kalojnë, pa lajme edhe gjithçka e bren dyshimi dhe ankthi. Dhe ja, 48 sa vite më pas, nga Shqipëria vi një letër e përmotshme, bukur shkruar nga vëllai i madh. Në fillim për të afërbit pyet, ku shron? Kur nuk është më, dhe në fund, vinë vujtjet pa fund. Sa po lam vatrat tona, rrugës na vdiq motra jote. Ishte vetëm 20 vjeç, dhe nuk vënuan ta ditin e bia dhe i shoqi. Diq dhe i ndjeri baba me gjyshen, të pambaruara qenlotët e i dherimit, para se të arrinim të shlodheshin diku. Letër e kopshme. Ka një vjet zemër dridhur, ka një vjetë dyshimet largoje. O Zot, sa të të mërshëm, sa të neveritshëm, gjakatarët, tiranët, paranoitikët që vunë popujt dhe vritin dhe nuk i lanë të rojnë me dëshirin e zemrës për një tjetën. Tulla Stefanidhu. Margarita iku, shkoj, sepse mund të lexonte Margarita në gjuhën shqipe, mund të lexonte një aktor ose aktore më mirë, në greqisht, por edhe në anglisht. Dhe ta dëgjonin të mëdhej të vogël, çam, shqiptar,
grek që vinin për mesazhet e jashtëzakonshme që jep kjo letër e Tulla Stefanidut. Në fondin e dosjeve tuaja, koleksioneve tuaja, mesazheve që sillni në këtë tryez diskutimi, pa diskutim është edhe një libër i cili është publikuar në Gjermani nga disa ekspert albanolog, studiues akademik që mbërritën në një ekspeditë gjermane në vitin 1957. Në vitin 1957. Udhëtuan në jug të Shqipërisë dhe mblodhën pasuri të jashtëzakonshme midis tyre dhe këngë nga Çamëria. Tani përtej faktit që mesazhe shumë bukura na vijnë nga njerëzit, si nga çamët po ashtu edhe nga ato miqësi që lam pas kur kaluam kufirin, vijnë edhe këto mbledhje për mbledhje të tesareve kulturore që ne i trashëgojmë brez pas brezi. Çfarë ishte kjo ekspedit dhe cilin nga këto thesare do të na i falni sot ta dëgjojmë në Çamiko? Mitat Vrashri ka një revistë të shkëlqyer, e ka qytet Dituria. Po të pletosh të revistë do gjesh 10 trashëgime për udhëtarët e huaj që kanë çuar në Çamëri, në Epir. Janë shumë. Bajron. Unë do përmend Bajronin. Okay. Janë shumë sepse nuk duhet të zgjatem. Bajroni i shoqëruar nga miku i tij Hophaus në vitin 1809 arrin në Bregjet Çam, nga nin pasaj Bregjet Çam. Dhe nga Preveza viziton Nikopojën. Ju s'keni qenë në Nikopojë? Është ka qytetet e lashtë shumë të bukur. Qyteti fitores. Është bërë një betejë mes dy perëndorëve, romak dhe qyteti fitores. Qyteti veçantë. Pastaj Bajroni shkoi në park. Nga parka i dërgoi një letër në nënstia. A di që i thotë? Mes të tjerave, i thot, nënë e dashur, janë raca më e bukur në botë. Kostumet e tyre, i thot nënës, janë kaq të ralla, kaq të bukura, kaq të denja dhe për festikët tanë. Borë, thot, janë dhe shumë të shtrenjta, sepse, si dihet, kostumet çame ishin të qëndisura të bukur nga artizanët e shkëlqyer së mos të janinët, në kohë janinët, por edhe pasaj edhe kemi pas dhe paramithi artizan që merreshin me kostume, po fillimisht Janina ishte qendër. Dhe unë dua të njoh të gjusit, shikuesit e shumë të këtij bashkëbisedimi me përshkrimin që bën ai Bajroni, një vallet çame. Ta lexoj siç e thot Bajroni. Pa diskutim. Më të rinj, thot Bajroni, i dhan duart njëri tjetrit dhe të filluan të hedhin një valle rreth zjarrit në melodin e këngës së tyre me një lloj dinamizmi dhe gjallërie të mahnitshme. Ishte një këngë që zgjati më së një orë. Ajo thonte kështu: kur ikën nga parga ishin 60, të gjithë komit në park, të gjithë komit në park. Në maj, gusht të vitit 1957 në Shqipëri, nga Berlini, pra nga Gjermania lindore, se s'kishim marrë ne me perëndimin atëre, vinë një grup studiuesish të kryesuar nga një albanolog i madh që quhet Wilfried Fiedler. Ekspedita bëhet në Shqipërinë e Jugut, pra përfshin zonat e Labëris për polifonin, zonat e Korçës e mos fshatrat, ata përpoqen të mblidhin folklor jashtë zonave rurale, qyteteve, sepse aty ruaj me pastër folklori, dhe në jug kanë regjistruar edhe këngë vllaje, edhe nga minoriteti grek. Po le të ndalemi në regjistrimin që kanë bërë ata këngëve çame. Janë 30 këngë çame të regjistruara në Fier, në Vlorë, në dy lagje, në Babis dhe Skel. Në Fier kanë regjistruar 8 këngë, në Skel kanë regjistruar 14 këngë dhe në Babis 8 këngë. Mes të tjera japin dhe të dhëna se kush i interpretonte këtë këngë, nga vinë ta interpretuesit. Ta zëm, ata thonë që në Skel shumica ishin nga arpica dhe vola. Ndërsa në Fier
shumica e tyre ishin nga Mazareku, ndërsa në Babis ishin fshatrat mes Mazarekut dhe Mërgalliçit. Janë shumë këngë që kanë regjistruar, por e veçanta është se ka një studim të gjatë para prak, se libri u botua pastaj në vitin 1965. Ky është kopertina e librit, unë e kam fotokopjuar. Ky është kopertina e librit me autorët lart. Me Akademinë e Berlinit? Po, në Akademinë e Berlinit. Në Akademinë e Shkencave të Berlinit, këngët e çamëve. Ka 302 faqe. Më mi keq që ky libër akoma nuk është përkthyer në gjuhën shqipe dhe nuk është botuar në gjuhën shqipe, sepse është i thesar i vërtet. Unë nuk jam muzikolog, as etnomuzikolog, nuk jam as kompozitor, por ata kanë të transkriptuara muzikën e 30 këngëve. Dhe më e bukur, më veçantë është që kanë tekstet në gjuhën shqipe edhe në të përkthyer në gjermanisht. Këtë më ka thënë profesor Ramadan Sokoli, një nga mitë e mi të vyer, i cili shoqëroi të grup të studiuesit gjerman. E veçanta e teksteve është sepse ku është vlera këtyre? Kanë të ruajtura shumë me dialektin e çamërishtes, por elegancën e vargjeve që kanë këngën popullore çame. Mes tyre, mua ka bërë përshtypje dhe juve e vut për ta dëgjuar një këngë vaj. Kishim mbaruar ekspedita, ama kërkoni patjetër këngë vaj. Shkuam në Babic, ai përshkruante me detaje, ishte një dhomë e vogël, aty ishin ca familje çame, na priti e zonja shtëpis, ai quhesh Hamide Shabani, kështu quhesh zonja, ishte 40 vjeç. Ishte humbur një nga familjarë. Ishte 40 vjeç, vëm aparaturat, gati, gjithçka tjetër për të regjistruar, por kishte diçka të veçantë sepse Hamideja një muaj gjithë para kishte humbur teatrin, kishte vdekur jati. Pra kishte ngrohtë dhimbjen ajo. Filluam thotë, gati, filloi thotë vajin zonja, por thotë në momentin që ajo vazhdonte të vargjet, përjetoi aq shumë këtë dhimbje, sa që filloi të qaj me ulërim, dhe dhimbje të madhe, tham stop, dhe kjo është kënga. Teksti shkëlqyer, shumë i bukur, shumë i bukur, dhe tronditës bile si tekst. Pse nuk e kemi ne një muze të kulturës çame dhe sa e mundur është të realizohet kjo? Flas edhe për shkak të përvojës, sa e mundur është të realizohet kjo në këndvështrimin e një përgjegjësi të sektorit të muzeologjisë në Muzeun Historik Kombëtar, se kontributi juaj unë thash edhe në fillim të këtij podcasti që ka qenë si në trashëgimin kulturore, po aq edhe në fushën e muzeologjisë. Faleminderit, po. Sa i mundshëm është realizimi i këtij muzeu? Mund të jemi vonë, po më mirë vonë se sa kur, për të vendosur këto letra miqësie dhe mesazhe të rëndësishme, këto vargje të një vaj të regjistruar nga ekspedita gjermane, po edhe shumë çka tjetër që janë pasuri e vërtet e çamëve. Djoluel, është me interes pyetje që bëni dhe unë e thash dhe në takimin që bën këtu falë Alketi solli këtu kryetarin e bashkisë Konispolit, një djalë më duk me shumë interesa i përkushtuar për komunitetin e tij dhe Konispolin dhe kulturën e Konispolit. Ky muze, po dhe jetë muze rajonal. Mund të jetë Konispol dhe mund të jetë sepse Konispoli ka shtëpi karakteristike që mund të restaurohen dhe mund të jetë dhe duhet të jetë Konispol. Një muze për Konispolin, fshatrat, por edhe për çamërin dhe mund të jetë. Por për mendimin tim, vendi ku muze ka në Tiranë. Pse ka në Tiranë? Se Tirana është kryeteti i shqiptarëve. Unë jam gati, e thash datë ditë, duke pas provoj edhe ndërtimin e muzeut të Bektashizmit, por dhe disa pavioneve në muzeun kombëtar, ta nisë të punë. Jo vetëm, do duhet një arkitekt, do duhen inxhinier të drejtësimit, do duhet piktor, do duhet një grup pune, por projektin jam gati ta bëj me detaje. Dhe këtu mund të përfshihen kultura materiale çame. Kultura shpirtërore çame, sepse e dashur Luel, kur çamët erdhën në Shqipëri, jam i bindur për këtë, krahas imazheve të fundit që morën nga qielli i çamërisë, nga dielli, hana që po perëndonte, nga brigjet e detit, nga shtëpitë e djegur, nga sokakët. Ata morën me vete
një jetë tjetër shumë të shtrenjtë, shumë të dashur, si sabaullet më dha mikurizet e tyre, ata morën baladat, legjendat, prallat, vallet, këngët, epikën, lirikën e tyre, dhe sollën në Shqipëri. Kultura e Çame ka një veçantë, se nuk e kanë kulturat e krajinave të tjera. Është kultura e një vendi, e një popullsie të shpërngulur. Është shpirti i kësaj krajine. Kjo kulturë duhet pasqyrohet dhe duhet të jetë pjesë e këtij muzeu nëse duhet ndërtohet në të ardhmen në Tiranë. Meqense jemi tek muzeu, ky zbulimi juaj, po ndoshta edhe ndonjë element tjetër i kulturës Çame, i trashëgimisë i asaj që ne e marrim brez pas brezi, a do t'ishte mirë të shkruhej në një dosje për ta çuar në UNESCO? Dua të ndërroj pak më shumë se sa thjesht muzeu, po edhe trashëgimin botrore. Do t'ishte mirë që ne Çamët kishim diçka edhe gjithë bota ta njihte dhe ta ruante. Mund të ishte një Çamiko, mund të ishte Vallja Osman Takës, mund të ishte kënga e Çelomezanit, mund të ishte dhe plumështori shumë i mirë i nënave Çame. Nëse do duhet të ndërrojmë, edhe unë dua të ndërroj për ta mbyllur këtë bisedë bukur, çfarë dua të më tregosh historinë e këngës së Çelomezanit, po njëkohësisht çfarë mund të bëjmë ne që e gjithë botat mund ta njohë. A pyetje me vend kjo që bët, dhe mund ta mbyllim kështu, e para për këngën Çelomezanit që është një nga perlat e ju e keni zbuluar. Kam patur fatin që në vitin 1977 isha mësues rrogozhin, më mund të ishte shtator ose tetor dhe më vjen në shkollë drejtori i shtëpisë kulturës me një majtofon dhe më thotë duhet ndihmën tënde. Do më shoqërosh thotë në ekspediti që do bëjmë në fshatin e Rrogozhinës, ishte mbi Ekurudh, mbi stacionin tren dhe disa lagje. Dhe më thotë lagje vlehe, në fshat, disa lagje të fshatit. Unë e dëgjova me vëmendje dhe i them, po mirë, dakord jam. Po në lagjen miqësie ku banohet nga popullsia Çame, mendova, po pse tha, a kam folklor Çamët? Jo, unë isha e ri atëherë dhe jo më preku, po nuk ju përgjigja. Mas 4-5 ditësh do vemi në lagjen miqësie. Dhe kështu e bëm. Filloi kënga e Çelomezanit kënduar nga Refat Sulejmani. Mbaroi, tha stop. I them Çelida, ç'është kjo këngë? Kush është Çelomezani? Jo, më thot mua. Çelomezani nuk do të shkonte ushtar, kohën e Turqisë. Unë i lidha kora dhe shkoha në Zambe, të Azimatit, kur Perendoria Otomane me të ushtar, dhe shkonin në ushtar 8 deri në 10 vjet. Si shumë shqiptar të tjerë, Çamëri kundërshtua kjo. Tani Çelomezani doli në mal, mori një grup djep nga Çamëria, po të kundërshtuar këtë. Tani, kënga u paraqit para një komisioni në Durrës, ishte Zini Sako, drejtori i kulturës popullore, ishte dhe Abbas Dojaka. Në momenti që u dëgjua kjo këngë, ngrihet në këmbë, thotë, ku e keni gjetur këtë margaritar të margaritarëve të folklorit shqiptar? I thotë e kështu. Mas 2 ditë do më sjell një grup i këtu, tha. Dhe kështu ndodhi, pastaj që u paraqit festivali i Gjirokastër dhe është nga këngët më të bukura. Pse është e bukur kjo këngë? Nuk është thjesht melodia, ose mënyra se si interpreton Refat Sulejmani. Është nga mjeshtrët më të mëdhej të këngës Çame. Siç është ai Madani, mjeshtri i madh i valles Çame, Refati është mjeshtri i madh i interpretimit të valles të këngës Çelomezanit. Pse është e bukur kjo? Se ka dhe teatr dhe subjekt brenda dhe akti i parë, akti i dytë, akti i tretë. Folklori shqiptar ka tekste të gjithë krajinave, por unë do thoja, teksti i Çelomezanit është një dramë vete, që do thotë është prologu, akti i parë, akti i dytë, akti i tretë dhe epilogu. Dhe fillon me vargun ra dielli mal e vil, hisi çelua në aril për të shkretën pargoril. Ky është prologu. Pra, është mëngjes dhe Çelomezani shkon për të ngushëlluar një të afërmit e tij në një fshat tjetër. Pastaj thot, kur në ra martin e parë, çelua në ktheu surran. Kur në ra martin e dytë, çelua gramisi syt. Kur në ra martin e tretë, çelua
u vra me të vërtet. Të tre këto vardje janë se cila akt më vete. Një nga dashamirësit e madh, polifonisë shqiptare, Jacob, etnomuzikolog francez, ka qenë para sa vite në Shqipëri. Dhe mes të tjeravesh, ka takuar edhe Refat Sulejmanin, kam parë me sytë e mi, i puthte duart Refat Sulejmanit. E përqafonte. I thash, po pse e ka një dashur profesor me këtë këngë Celomezan, jo më thamon. Kur për e të parë, tha, qeta një kaset, dhe u ktheva në Paris. E di që bëja, tha. Futash dhomën time, mbyllja, tha, perdet, e vjen majtofonin, dhe e dëgjoja, jo një orë, 3-4 orë, sa që i me shokje më thot, mor si e marrosur, s'po bën, dhe i them, jo, e dashur grua, unë po dëgjoj një perl të Çamëris, perl Shqipëris, perl Ballkanit, perl të Evropës. Dhe ky Jacob, në vitin 2005, ftoi në Radio Paris, Radio France, radio më e madhe e Evropës, grupin e Celomezanit. E ndërkombëtarizoi. Jo, thotë salla mate 100 veta. Unë mosh 2 fishë, dhe rinin këmë. Vazhdoj të koncerti 1 orë e gjysmë, Shabazeli ishte. 1 orë e gjysmë, thotë, dhe njerëzit dëgjoni me vëmendje këngët çame, njëra mas tjetrës. Mrekullitë e këngëve çame që u interpretuan në Paris. Dhe unë mendoj që në Muzeun e Arshëm, një vend veçantë të zëri kultura materiale, por dhe shpirtërore e çamëve. Pra, këto këngë, lidhur me pyetje që më bët. Po, polifonia ka shkuar në UNESCO. Ka shkuar polifonia, ka shkuar së fundi edhe kërcimi i tropojës. Po, pa diskutim. Tani ne kemi shumë vlera. Qoftë do merrni mendimin tim, po këtu duhet specialist dhe edhe muzikolog, edhe nga kultura popullore, një grup edhe ne patjetër. Unë do të kisha mendimin të çoj dosja për një valle, që është valli Osman Takës, dhe pashkangjitur dosja e dytë, kënga e Celomezanit. Dosja duhet përgatitur mirë, pa diskutim. Ka specialist, pra duhet e filmuar, duhet historiku, duhet pse, duhet kjo pasuri, gjithçka, ama duhet përgatitur mirë. Për këtë jam unë. Dhe mund të bëhet. Dhe nuk ka arsye mos bëhet. Sepse valli Osman Takës është valli, nuk është valli, jo, nuk është thjesht valli e çamëve, është valli e gjithë shqiptarëve tani. Është valli e kërcyer nga grekët tjerë. Ata kanë gjithë repertorin e gjithë ansambleve e quajnë valli Çamiko, që ka emrin dhe podcasti, valli Çamiko që ka dhësur. Dhe pse mos ndërrojmë në çamë dhe pse mos punojmë fort që pikërisht këto gjëra dhe këto vlera të jashtëzakonshme që ne i trashëgojmë brez pas brezi, ti kemi të respektuara edhe në UNESCO. Profesor Enver më thuaj më mirë, sepse ishte bisedë shumë ngrohtë mes nesh. Enver Kufshi, ju falenderoj jashtëzakonisht shumë për gjithë kontributin, po më shumë ju falenderoj për të gjitha thesaret që na sollët sot në podcast, edhe që ne i nda me publikun, po aq sa jo vetëm për kontributin që na ke lënë, po edhe për kontributin që doni të jepni kulturës çame, edhe misionit për ta trashëguar edhe në brezat e ardhshëm. Luel, unë ju falenderoj që më ftua në këtë bashkëbisedim, në këtë rrëfim timin, edhe gjera si nga kjo studio. Unë përshëndes çamët kudo që janë, Shqipëri, diaspor, por veç mas duhet të dërgoj një përshëndetje çamëve të krishterë që janë në Epir ose në Tesproti. Të them, kokë lartë, ju jeni një racë e famshme e Epirit. Mos harroni juën, mos harroni këngët, mos harroni traditat tona, jemi vëllezër. Faleminderit. Një mesazh i jashtëzakonshëm. Me këtë mesazh dua t'ju lë edhe unë takimin e radhës çdo të premte në orën 20 në Çamiko.